mëngjes, ore parë leksion lënda e betoneve. Po e shmang emrin e pedagogut. Po thuaj, pse? Jo, po e shmangën. Është një lloj, ai nuk është më në jetë dhe unë nuk dua ta përgojoj se nuk mbrohet dot. Por kjo që ka ndodhur ka qenë kështu, ka qenë tek korpusi qendror universitetit. E ke qenë te korpusi, jo këtu? Te korpusi. Atje bëshin leksionet e betoneve. Po mekanika. Jo, aty ishte inxhinieria, mekanike dhe ndërtimit dhe ato inxhinier të tjera. Korpusi qendror, atje ka qenë. Futet pedagogu në sallë, ne ishim 3 grupe brenda, se leksionet bëshin 3 grupe bashkë, rreth 60 veta, sallë e madhe. Pedagogu hyn dhe ndërkohë që po shkonte te katedra me 3 ato regjistra dhe listës studentëve, me një ton shumë të ashpër thot gazmetur Diu shkojnë në kuadër. Në moment dëgjoj një nga mrapa meje, sepse lodha letra dola, ishte e qartë, ika. Ky person që ishte profesor, që ishte domethënë specialist i famshëm dhe shumë i mirë i lëndës betoneve, që kishte edhe një pozicion partijak. Mendoj që nuk kishte nevojë të tregonte partishmëri, kush e di se çfarë. Nuk ishte komunist. Ishte profesor. Ishte komunist, po jo pozit kështu. Po jo, ishte komunist dhe ishte në pozit. Kishte një rol brenda universitetit, po nuk dua ta identifikoj, sepse më thash, nuk është në jetë, nuk mbrohet dot. Dola shkova në kuadër, aty pash një sjellje krejt tjetër, në kuptimin sjellje njerëzore, më tha ulu gazmend. Më tha profesor Filanit vik tek ju. Po tha, më duhet, ju atë citoj çam, më duhet të të njoftoj, pra nuk i hoqi dozën personale, ndërsa ai profesori futi dozë personale. Kjo ishte thjesht një punojse kuadrit. Më duhet të të njoftoj, tha, që të është ndërprerje dhe studimit. Thash unë, pse? Nuk plotson kushtet për qenë student. Nuk plotson kushtet për qenë student? Dhe unika. Pastaj shkova bëra ushtri në Xhenjo, të repartet të punë. Ushtrin? Të çuan direkt ushtar? Tunelet e Skraparit. Qa thua? Tunelet e Skraparit ku? Po, në Radësh. Ti ke qenë ushtar? Unë kam qenë ushtar në tunel, unë kam punuar në tunelet e Radëshit. Më duhet unë do të thirr ras një herë tjetër për diplomacinë, se ti që ka fantastike. Po mira, ishin vit 3 juve. Isha në vitin e fundit. Vit 4. Po vit 4. Po atëherë ju i kishit kaluar atë se bëj 2 vjet? Po e kisha kaluar, po nuk gjithsesi, domethënë nuk më zbritën nga ushtria 3 muaj, nga një për çdo vit universitetit, periudha e zborrit që bënim atëherë, zbritën nga ushtria 1 muaj zbor, bën 1 vit ushtri. Më fal, e kundërta. Për çdo muaj që kam bërë në zbor, më zbritën nga 1 muaj në ushtri, nuk u lirova në fund vitit, u lirova tetor. Dhe 3 vjet ke qenë atje? 2 vjet. 2 vjet ke qenë atje? 2 vjet kam qenë fillim në Radësh, pastaj prapë në Xhenjo në Rinas. Domethënë po ky ishte ajo, domethënë direkt çuan ushtar dhe po njerëzit e tjerë të familjes çfarë ndodhi, se kjo nuk ishte vetëm... Motra ime mbaroi gjimnazin dhe nuk i doli drejt studimit. Babai mos me leuqemi dhe vdiq, nëna vazhdoi punën deri në pension. Smur babai. I të dy arsimtari kam pasur. Si rezultat i shqetësimit. Tash nuk mund të them, dikush thot kështu, nuk mund ta them, domethënë leuqemi akute pati e iku më një herë. Kjo në 1980-ën? Kjo histori, unë jam përjashtuar me 23 nëntor të 82-shit. 82-shit. Një vit mas i këshin ndodhur historitë pamshme. Tani si njeri, jo thjesht publik, po si me një status nivelit të lartë, ju besoj keni pasur dhe kreshërim, por me Meqeu, çfarë ndodhi me atë njërë, pas e do të pyes për familje? Nuk e di dhe nuk, ka shumë thashë theme. Jo thashë theme, se po pyes Gazmend Turdiu. Unë do doja të shtoja diçka tjetër. Në një takim që kemi bërë me studentët, me inxhinierët ndërkohë të universitetit, shumë vite më vonë, unë isha në shërbim në jashtëm, kisha mbaruar shërbimin në Zvicër, punoja, isha drejtor në Ministrinë e Jashtme. Bëhet takimi vjetor, bëhet takimi i studentëve, mblidhemi bashkë dhe kishim vite pa u takuar, gjithkush filloi të tregonte historinë e vet. Unë ngrita thash, unë do ta vazhdoj historinë time, thash atje kundër sepse ata kishin qenë prezent kur unë u përjashtova.
Dhe tregova këto që ju thash juve tani. Një shoqja ime shumë e mirë në universitetit, kolege e asaj kohe, dhe që sot jemi miq familjar, shkojmë me vim bashk. Tha, Gazeta, po ti nuk e di çka ka ndodhur kur dole jashtë. Ç'a ndodhi? Ai pedagogu që s'kishte nevojë të tregonte partishmëri, sepse ishte dhe antar partie dhe I kishte të gjitha, domethënë çfarë I takonte me titull të tjerë, tha, ik se s'kemë pa më kurrë këtë derë. Nuk të e kam marrë vesh vite më vonë. Dhe kjo është, prandaj them nuk dua t'ja përmend emrin thjesht për studentët? Studentët më kanë ardhur në shtëpi. Megjithëse po, bravo. Disa. A mund të thuash emrat që t'i nderojmë kështu për këtë akt, sepse të bëj këtë akt në atë kohë, ne dy e kuptojmë këtu, po për shembull ky brez I ri se kupton fare këtë çfarë do të thotë ti vije në shtëpi në momentin që ti u përjashtove të erdhë në shtëpi. Po. Ja vlen të thuash disa emra nëse I mban. Ta po, me shumë kënaqësi. Mi thuaj. Sepse janë njerëz që treguonin integritet. Po, njëri është një shok I imi familjarisht, Dhimitër Gusho. Tjetër është kjo inxhinierja që tha më tregoi këtë episodin, Lavdia Birbo që sot mbi emrin nga I shoqi. Tjetër. Anil Hasanaj. Tjetër. Po. Jo, ata që më edhe me kaq. Domethënë këta ishin personat që më kanë qendruar afër në momentet më të vështira. Nuk u the ti që rrezikoni që verdhët? Jo, vetëm se nuk harroj kurrë mirësinë e tyre. Akti jashtëzakonshëm ka bërë. E keni treguar integritetin, bravo I qoftë se pas keni bërë diçka për shokun tuaj, po keni mbetur një histori. Dhe unë do gjej mundësi ndonjëherë që emrat e këtyre do t'i shkruaj, se kjo historia jote kjo që ka të thuash roman, skenar filmi, kjo është pak. Po mirë, ju ushtar Gjenjo, ë? Ushtar Gjenjo. Domethënë nga student I inxhinierisë ndërtimit në ushtar Gjenjo, dënim më të madh, domethënë më rëndë se sa në burg. Është kështu? Se them dot se nuk e provova burgun. Po burgu ç'ishte jo? Ata ishin kampe pune. S'më pëlqen të përdor fjalën kamp për qëndrimi, po kampe pra, po e di pra. Domethënë edhe uniformën e kishim ndryshe, nuk kishim kapele, kishim bereta, dhe nuk kishim këpucë, kishim opinga. Për t'i dalluar nga larg, këta janë ata. Këta janë ata. Aty ishin pothuajse gjithë të persekutuarit. Aty ishin një pjesë që ishin provuar burgun, kryesisht për çështje politike. Jo. Vetëm 5 ishin kur ishim. Nga ata ishin një njohur, fëmijë në një të njohur? Jo, ishin thjesht njerëz që kishin zënë halli, të tjerët ishin kryesisht ordinar dhe ishin ca të tjerë pasaj që shërbeshin për. Si e përballohet? Shërbenin për. E përballohet. Tani, u thoshe një të kanë ndonjë rasti kur ishe ambasador që të thoshe që unë jam I dënuar aty, domethënë kanë çuar në ushtri dhe në ushtar Gjenjo? Jo, sepse nuk I bën nder vendit tim që ka ndodhur kjo. Nuk e ke thënë këtë? Jo. Bravo. Në shërbim jo. Bravo më kur. Në shërbim se kam thënë kur sepse është një në fundit kur një diplomat përfaqëson vendin e vet dhe po nuk ndjeu dashuri dhe nuk ndjeu edhe patriotizëm po deshe, është një fjalë shumë e konsumuar, por unë I besoj. Po mi pastaj erdhe në Tiranë, mbarova ushtrinë? Mbarova ushtrinë edhe në Tiranë, kam punuar në Uzin Dinamo Tornitor. Tornitor, po deri pak në prag të ndryshimeve, në 89 u ripranova në shkollë, mbarova. A do të pastaj u ripranova 89? Po si pranuan 89 s'kishte rënë? Kishte një lloj frymëmarrje. Kishte një lloj frymëmarje. Është një histori shumë e gjatë, ishte një lloj frymëmarje në atë kohë, u ripranova, mbarova shkollën, fillova punë në universitet dhe pastaj ndodhen ato që. Fillova direkt punë në universitet. Se një vit kishit ju. Po. Dhe mirë, po të bëjmë pyetje kështu se në dy korrik ikën 5000 shqiptar. Nuk ishte asnjë intelektual, asnjë. Si ju? Nga kush do hapim sytë? Nuk e di. Nuk e gjej dot. Shumë njerëz spekulojnë me të kaluarën, bëjnë tregoj flasë. Silva ishte akoma e re dhe ju ndërprej ajo, ndërsa ju pedagog. Nuk e them dot. Se thash shumë njerëz spekulojnë me të kaluarën, bëhen më të zgjuar nga çka kanë qenë. Unë nuk e gjej dot arsyeën pse nuk ika. Nuk e pata atë shtysë të mjaftueshme për të bërë këtë gjë. Bëre në një akt, sepse ti e urre regjimin besoj. E urre, sigurisht. Në brëndësi. Po sigurisht. Bëre në një akt. Në brëndësi më po edhe po të thoja unë që e dua regjimin s'ma besonte njeriu. Tani bëre në një akt vetë që të jo thjesht ta kuptojnë ata që ishe kundër, po bëre një akt që me të vërtet ndikoi që jo. Po pse? Jo, nuk kam bërë asnjë akt, po e para punës gjë është më kryesorja dhe ndoshta kjo është edhe pse ai regjim ngelin në kohë. Nëse unë do të bëja diçka do ta psonte gjithë familja ime. Kisha një nën, kisha një baba, kisha një motër, dhe nuk doja të bëja dëm. Tani, për fajin e regjimit, ti u dënove, po kur e thosh njerëzit thosh për shkak të Silvës,
Po çfarë kishte Silva? Kishte faj. Unë nuk e kam thënë kur këto. Nuk i vë dot emër personit. Ishte formë e regjimit e tillë. Formë e regjimit. Ne për shkak të historive të familjes, gjërat na janë bërë me vështirësi, po na bëheshin. Një pjesë sepse Xhaxhai Qazimi, profesori, kishte reputacionin që kishte dhe kishte aksesin që të paktën në nivelet intelektuale dhe respektonin, që tash respektonin dhe në atë kohën tjetër. I madh po ashtu ka qenë pedagogi i matematikës, autor librash. Baba juaj ku ishte pedagogi i matematikës? Ishte tek shkolla pedagogjike. Këtu? Do të thënë ishte nëna mbretëresha ajo? Ajo. Shkolla pedagogjike dhe pastaj tek konferenca e Pinotit, aty dolin pension, domethënë. Aty dolin pension, aty vdiq. Harrova. Ishte në punë, 53 vjeç, ishte i ri. Po edhe ai 11 vjet autor tekstesh të matematikës klasës 4, 5 dhe 6. Edhe në një mënyrë nuk na jepeshin të drejtat, bëhesh një kërkesë, bëhesh një lutje që është në atë kohë. Dhe nuk i jepet drejtë studimit. Motra jote, tjetër, kush nuk mori? Po unë e kam marrë me vonesë drejtë studimit. Kam filluar universitetin me 3 muaj vonesë, sepse fillimisht nuk pa dhanë për arsye politike. Po pastaj cilët të tjerë vajtën që nuk morën drejtë studim nga familja? Pak a shumë të gjithë. Të gjithë. Kështu e kemi pasur. Tani më thuaj 2 fjalë për Silva, se me këtë ta mbyllim. Si ishte Silva, se shiko, është folur shumë për të. Silva ishte një vajzë e mirë, një sportiste e mrekullueshme, një njeri që ishte me dëshira dhe me ëndra në jetë, që ja këputën asaj dhe neve, kaq. Domethënë nuk ju keni bërë intervista plot për Silvën, ajo ka folur vetë, unë s'kam Jo, ajo s'ka folur vetë asnjëherë. Po pse s'ka dhënë sa intervista? Jo, për veten e vet, për këtë histori s'ka folur. Ka folur vetëm intervistë me Lat Grillon, me kolegun e ndjer për volebollin dhe sigurisht kishte goxha për të thënë, kishte shumë për të thënë për volebollin, se ajo ka qenë nga talentet. Shiko, këto ishin ne u gjendëm në rrotën në ingranazhet e shtetit asaj kohe, rastisht Rama aty ishte fatkeqësi, nuk ishte merit nga ajo, ndodhi.